Vendet kandidate për NBE duhet të jenë në gjendje të zhbllokojnë gradualisht privilegje të tilla si qasja e pjesshme në tregun e vetëm të bllokut për të mbajtur të motivuara ndërsa presin për antarësim të plot, kanë sugjeruar Parisi dhe Berlini në një dokument të ri të përbashkët. Në dokumentin e diskutimit, të qarkulluar përpara një samiti të Ballkanit Perëndimor dhe të parë nga Politico, antarët aspirantë të BE-s mund të fitojnë gjithashtu statusin e vëzhguesit në takimet kyçe, si dhe përparësi të tjera për të shmangur zhgënjimin me procesin. Ideja do të ishte që vendet kandidate të afroheshin në mënyrë efektive me BE-n përmes një integrimi gradual më të strukturuar, duke ofruar kështu stimuj shtesë për reforma. Thuhet në dokumentin e qarkulluar të njëjtën midis diplomatëve të BE-s. Dokumenti i diskutimit franko-gjerman përkon me zhgënjimin në rritje me ritmin e bisedimeve të antarësimit në BE, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku vende si Maqedonia e Veriut kanë pritur për më shumë se 20 vjet për të bashkuar me bllokun. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paraqitur një vizion ambicioz për zgjerimin e BE-s, duke thënë se Ukraina i përket Unionit me 27 antar dhe se Evropa mund të numërojë deri në 30 antar deri në fund të kësaj dekade. Ukraina dhe Moldavia morën lajme optimiste për ofertat e tyre të antarësimit këtë javë, kur kryeministri i ri i Hungarisë Peter Magyar tha se Budapesti nuk do të kundërshtonte hapjen e kapitullit të parë negociues për Kievin, duke lejuar që të dy aplikimet, të cilat janë të lidhura politikisht, të përparojnë së bashku më 15 qershor. Por fokusi tek Ukraina ka çuar në rritje të frustrimit në Ballkanin Perëndimor, ku zyrtarët argumentojnë se po bëhen përjashtime për Kievin, ndërsa kryeqytetet e tyre po lihen në pritje pa një perspektivë të vërtetë se kur do të përparojnë. Malizia është aktualisht në krye me negociatat në fazën përfundimtare, ndërsa Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt dhe shpreson të bashkohet deri në vitin 2030. Serbia ka hapur 22 nga 35 kapitujt, por ka mbyllur vetëm 2, dhe Maqedonia e Veriut është ende në pritje të fillimit zyrtar të negociatave për shkak të një mosmarrëveshjeje të vazhdueshme me Bullgarinë. Kosova aplikoi për antarësim në vitin 2022, por ende nuk i është dhënë statusi antarësisë, sepse nuk njihet nga të gjitha vendet anëtare dhe për shkak të tensioneve të vazhdueshme me Serbinë. Në fakt, një dokument diskutimi i Gjermani publikuar muajin e kaluar propozoi një status antari të asociuar për Ukrainën, duke përfshirë privilegje më të mëdha të përkohshme. Zyrtarët që argumentojnë se lufta e vazhdueshme me Rusin e bën Kievin një rast të veçantë zgjerimi, duke përshkruar dokumentin franko-gjerman. Një zyrtar i BE-s tha se ishte në përpjekje për të injektuar dinamizëm të ri në një proces zgjerimi të njohur për burokratizimin e tij të tepruar dhe ngadalësinë. Për të adresuar këto shqetësime, dokumenti bën thirrje për një qasje të re, të orientuar drejt procesit, e cila i heq pengesat e tepërformalizuara për hapat e ndërmjetëm dhe thjeshton metodologjinë aktuale. Dokumenti sugjeron veçanërisht që Komisioni Evropian, i cili është përgjegjës për negociatat e antarësimit, të jepet diskrecionin nëse do të hap grupe negociatorësh apo kapitull zyrtar negociator me kryeqytetet e BE-s që përqendrohen në vend të kësaj, në thelbin e reformave që po kryen nga një kandidat. Aktualisht kryeqytetet duhet të japin miratim unanim për hapjen e secilit grup negociatorësh, përveç statusit të vëzhguesit. Dokumenti propozon përparësi, duke përfshirë aksesin në programet e shkëmbimit të studentëve Horizon dhe Erasmus të bllokut, integrimin e mbrojtjes, e madje aksesin e plot në tregun e vetëm të bllokut, pasi një kandidat të ketë përfunduar 5 grupe negociuese.